Përshëndetje, si e? Mirë, faleminderit. Atëherë, Sokol, si shpritur në Turqi incidenti me raketën iraniane? A shihet si një incident i izoluar apo si një kërcënim real ndaj sigurisë së vendit? Në fillim pat në pas një prononcim nga Ministria e Mbrojtjes turke, e cila tha radaret e NATO-s të vendosur në mesdhepra në Turqi, kanë azgjesuar një prellë balistike e cila është nisur nga Irani, duke kaluar vjen ajrore të Sirisë dhe të Irakut dhe është azgjesuar në një hapësirë 20 kilometra jashtë kufirit të Turqisë, por ajo prella antiraketa ka rënë në Turqi dhe si fillim ishte që po është një rrezikshmëri, por në fakt më vonë prononcimet të zyrtare të presidentit Erdogan, po ashtu edhe të organeve kompetente turke treguan që ky nuk ka qenë një gjë që ka pas për qëllim në tokën turke apo vijën ajrore apo detin turk, por ka qenë një aksident apo një që mund të kenë dalë edhe jashtë komandimit, ose ka qenë dhe dërguar për një vend tjetër, por në orë të pona të darkës, pastaj edhe presidenti iranian Pezeshkian tha që jo në asnjë mënyrë popullin në vëlla dhe mik turk nuk e kemi goditur, pra gjitha kjo ishte një gjë që e cila edhe si fillim ishte shumë problematike, e cila u alarmoi gjithë NATO-n patjetër, por pastaj fillon duke rënë me qetësinë e duhur, e cila në darkën e mbrëmshme, pra për iftarin që mbrëmje presidenti Erdogan tha që ne nuk i lëm asnjë gjë rastësisë në çdo lloj mënyre, toka, ajri dhe deti turk është i siguruar 100% dhe në fakt i tregoi gishtin edhe Iranit, por edhe të tjerëve në thojza që ato që mendojnë që mund të bëjnë një karambol për ta futur edhe Turqinë në këtë luftë që tashmë po e ka ndezur të gjithë rajonin. A ka ndonjë informacion nga autoritetet turke për objektivin real të raketës? Jo, deri më tani jo, ato që ne i shohim pavarësisht në media sociale ka lloj videosh dhe lloj fotografish ku shumica prej tyre janë të bërë me inteligjencën artificiale, por Turqia, organet kompetente, Ministria e Mbrojtjes turke është shprehur zyrtarisht që nuk kemi të metat e raketës balistike, por ato që janë, domethënë që kemi prova paktën të janë prononcimet të zyrtare, por si ushtri normalisht ata dinë shumë mirë nga është nisur, ku është nisur edhe qoftë Turqia apo qoftë NATO-ja, por deri më tani jo, por ajo që nënvizohet është domethënë që Irani nuk e ka marrë para, nuk është nisur nga Irani për në drejtim të Turqisë, sepse të ishte një gjë e tillë atëra do kishte nevojë që të kalonte vijën ajrore, pra të kalonte mbi Irakun dhe Sirinë dhe të vinte në Turqi, sepse Turqia me Iranin ka me 100 kilometra vijë kufitare, pra e cila mund të nisë edhe nga vende shumë më afër. Për këtë gjithsesi edhe qoftë organet kompetente turke, por edhe presidenti Erdogan kanë dhënë një mesazh në fakt i cila i përshtatet shumë me aleancën euroatlantike të NATO-s, e cila ka treguar, domethënë tregon me gisht jo thjesht një vend që do të fusin me lloj sabotazhesh apo me dezinformacione apo me lajme të rrema që dëshirojnë të fusin në Turqinë, pra edhe NATO në këtë luftë, por kanë treguar gishtin edhe për Rusinë, por edhe për Kinën, të cilat mund të mendojnë që duket që jo, por mund të mendojnë që të ndihmojnë Iranin në këtë luftë që tashmë ka filluar nga gjithë zgjiri përsi edhe në të gjithë rajonin. Çfarë roli konkret ka luajtur sistemi NATO-s në këtë interceptim? Ka qenë një reagim automatik i mbrojtjes ajrore apo një operacion i koordinuar nga disa vende aleate? Ajo ka qenë operacioni totalisht i NATO-s, të praktën të prononcimet zyrtare qoftë të Brukselit, pra të NATO-s, po qoftë edhe të Turqisë, por edhe të Amerikës, tregojnë që ka qenë një operacion i NATO-s, e cila dihet që jo vetëm thjesht në ato rajonet ku ka konflikte dhe ku ka lufta, por NATO janë në të gjithë radaret të saj dhe antiprellat të saj, pra edhe mbrojtëse është non-stop, është aktive, është aktivizuar për çdo lloj lëvizje që mund të bëhet, pra nuk është thjesht një
Turqia me një shtet tjetër, pra janë bërë që të kenë më kujdes, por kjo është vetë edhe doktrina e NATO-s, e cila e ka treguar veten jo vetëm thjesht tashmë në Turqi, që ishte rasti i djeshëm, por edhe në të gjitha vendet baltike, të cilat shumë gjëra, avion apo dronë kanë hyrë në tokën e NATO-s, por do të thënë kjo që edhe pse radarët dhe të gjitha teknologjia e NATO-s që është on, domethënë vazhdimisht, përsëri ka edhe subjekte pra të cilat quhen dronët me raketa apo pa raketa, të cilat nuk i kapin dot asnjë lloj radare, të cilat fluturojnë në një lartësi shumë të ulët, të cilat edhe radarët janë, kurse atë incidenti i djeshëm ka qenë totalisht i NATO-s, ku edhe Turqia, për shembull, e presidenti Erdogan këtë nënvizoi totalisht krejt haptas, duke thënë që forca ajrore, pra mbrojtja e NATO-s, radarët e NATO-s kanë arritur të kapin këtë, por pastaj normalisht që kjo në sekondash është informacioni shpërndahet në të gjitha organet kompetente të NATO-s, por edhe të Turqisë, e cila kanë ndërhyrë dhe kanë azisuar atë balistike. Sa afër territorit turk u neutralizuar raketa dhe ka patur rrezik real për qytetarët që jetojnë në jug të Turqisë? Jo, të tëra zyrtare, por edhe informacionet që kemi parë në median turke, por edhe sa kam arritur të marrun nga burimet e mia në rajon, pra në bashkinë e Dörtyollit të qytetit të Hatayit, i cili është skaj i Turqisë në jug lindje, atje nuk ka pas edhe një shqetësim të tillë, por edhe një rrezikshmëri nuk ka pasur, sepse edhe vetë azgjësimi i asaj nga radarët, nga kundra prellat e NATO-s, normalisht e ta punojnë me një efikasitet prej metrash dhe jo prej kilometrash, të cilat kanë ditur ku ta azgjësojnë, që dhe mbeturinat e qofte e prellës balistike, por edhe kundra prellës të bjen në zona ku nuk banohet nga njerëz, dhe këtu nuk kemi asnjë lëndim, asnjë dëm, domethënë qoftë ana materiale apo dhe ekonomike. Si ka reaguar qeveria e Erdoganit ndaj Iranit? A ka pasur një komunikim diplomatik apo protesta zyrtare pas incidentit? Tashmë, sipas prononcimeve zyrtare, duhet thënë kjo që prononcimet kanë qenë një në radhë të parë, ministri i punëve të jashtme turke, zoti Hakan Fidan, ka kërkuar në telefon apo në mjet të komunikimit të tyre direkt ministrin e punëve të jashtme iraniane Araktin, po ashtu edhe në mënyrën protokollare të diplomacisë dhe të ligjit diplomatëve, është ftuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Ankara ambasadori iranian, i cili ndodhet në Ankara, dhe çfarë kanë folur dhe çfarë janë thënë, pavarësisht se ende nuk kemi prononcime zyrtare, por që kjo është e papranueshme për Turqinë e para. E dyta, edhe Irani ka treguar realisht, domethënë në mënyrën zyrtare që nga presidenti i tyre Pezeshkian, që kjo në asnjë mënyrë, në asnjë lloj forme nga Irani nuk është dërguar asnjë lloj municioni drejt Turqisë. Nëse një raketë do të godiste territorin turk, a do të aktivizojë automatikisht në NI5 i NATO-s? Sa reale është kjo mundësi sipas analistëve aty? Apo sipas analistëve turq, dhe sidomos atyre që tashmë janë në pension, generalëve turq, të cilët e dinë shumë mirë dhe kanë punuar prej dekadash në NATO, në nëmprellën e NATO-s, ata thonë që po nëse një gjë pohohet, është e padiskutueshme që është drejtuar për territorin e Republikës së Turqisë, pra për një anëtarët e NATO-s, atëherë automatikisht kjo në NI5-in e NATO-s, gjithë për një për gjithë, hyn në fuqi, por kjo duhet të pranuar nga të dy anët, pra edhe nëse Irani thotë që po ne kemi gjuajtur pra Turqinë, pra kemi goditur një vend të NATO-s, atëherë ky duhet të hyjë, por a hyn ky në fuqi, domethënë nëse e shohim të gjithë historinë e NATO-s deri më tani, nuk kemi pasur një hyrje në fuqitë e NI5 të NATO-s, por gjithsesi në konflikte të tilla, në lufta të tilla, gjak ftohtësia apo
domethënë diplomacia e luftës duket që është pak më ndryshe nga ajo diplomacia klasike, e cila kemi pasur ndërhyrjet në tokët e vijën ajrore, por edhe në tokët e NATO-s, antarëve të NATO-s, edhe në shtetet balltike, e cila avionet rus biles atëherë u debatonte shumë që kanë vajtur deri në Gjermani pra avionet ruske dhe e cila në një pjesë të NATO-s nuk ka hyrë në fuqi. Kështu që nëse duhet të hyjë në fuqi është një gjë ndoshta edhe më e gjerë, pra e gjithë NATO-ja duhet të përgjigjet kësaj dhe me pa nga ana tjetër nëse një gjë nga Irani sulmon tokat e Turqisë, pra vijën ajrore apo toka apo detin e Turqisë, atëhera normalisht që duhet të hyjë në fuqi leni kësaj, por do të parë edhe kjo që me të vërtetë Irani a e dëshiron një gjë të tillë ku tashmë në të gjitha shtetet e gjirit përsik është në luftë, ashtu edhe në Liban edhe në Izrael me Amerikën, por dhe tashmë që të marrë e gjithë forcën e Euro-Atlantike të NATO-s ta marrë përballë, kjo le shumë për të dëshiruar sepse edhe vetë forca apo kapacitetet e Iranit tregojnë që zaten edhe me këtë gjendje që është nuk po ja arrin dot aty ku që të bratë të mbrojë veten e vet, por gjithsesi nëse një gjë e tillë mund të ndodhi, atëherë duhet të hyjë në fuqi, por ka edhe shumë specialistë, ekspertë turq që thonë jo, nuk hyn në fuqi sepse po të ishte që të hynte në fuqi, atëherë do të kishim një gjë krejt ndryshe, sepse kjo është provuar disa herë ku për shembull dhe avionat rus në kohën përpara sa viteve, në mos gaboj nga para 5-16 viteve përpara, ku ishte konflikti në Siri i Bashar Esadit, në Alepo e në Siri kujtohet, atëhera avionat e Rusisë patën kaluar në hapësirën ajrore turke dhe ky nuk hyi në fuqi, pra NATO nuk është për të mbrojtur antarët e saj, por njëjtën kohë kur Turqia pa të rrëzuar avionat rusë në atje, përsëri Kyndeni 5 nuk ka hyrë në fuqi, kështu që NATO-ja është për të bërë sikur na mbrojnë, por në fakt mbrohet vetëm Amerika, thonë disa nga ata, por ka një pakicë e vogël në Turqi. Çfarë ndikimi ka ky incident në marrëdhëniet Turqi dhe Iran që tradicionalisht kanë qenë komplekse, por dhe bashkëpunuese për disa çështje rajonale? Po, ky konflikt unë nuk besoj që mund të ketë, ky incident, nuk besoj që mund të ketë një ndryshim në qëndrueshmërinë e politikës apo diplomacisë apo marrëdhënieve të dy komshive që janë Turqia me Iranin, por nëse e shohim edhe nga Irani të njëjtën gjë mund ta them të paktën deri më tani, nesër edhe mund të ndryshojnë gjërat, por është e vështirë shumë të ndryshojnë sepse si thjet janë dy shtete komshi dhe edhe pse të dy shtete janë edhe rivale, pra në botën, nëse mund ta quajmë bota islame, janë rivale sepse Irani është lideri suprem, pra Ayatollahu që u vra, por edhe ai tjetër që mund vinë është lider suprem i botës shi, pra i besimit sektit shi të muslimanëve, siç është papa për katolikët, e njëjtë gjë është kurse Turqia është sikur është simbolizimi apo mund të themi edhe lideri i shpirtëror i botës suni, pra i pjesës tjetër muslimane, kështu që nuk rivaliteti i tyre nuk është që të ketë një të përkeqësohen marrëdhëniet, ku dihet që në shekullin e 16-15 në mos gaboj, ka një marrëveshje, ka pas një marrëveshje Irani, pra me ish-perandorinë otomane, e cila me marrëveshjen e kufirit, e cila kufiri edhe që prej shekush nuk ka luajtur fare, pra të dyja këto shtete edhe në gjatë kohës perandorisë, por edhe 103 vitet e Turqisë moderne, edhe pse siç e ka parë rivaliteti pozitiv apo deri diku nganjëherë edhe agresiv, ka qenë dhe mund të jetë përsëri, por prishja e marrëdhënieve të dy shteteve duket pak e pamundshme, vetëm nëse lufta e Izraelit dhe e Amerikës e arrin ta shpërbëj Iranin, siç e arrit ta bëj ta shpërbëj Irakun dhe Sirinë, ku për Turqinë është gjë jetike, puna pjesa e
e kurdëve pra të Sirisë apo të Iranit apo të Irakut, atëherë këtu mund të kemi një gjë tjetër, mund të kemi një diplomaci tjetër apo dhe politika tjera, por deri më tani nuk shih vetë një gjë tjetër, plus mbi të gjitha këto, sidomos presidenti aktual i Iranit, Mesut Pezeshkian, është turk, pra është i etnisë turke, cili në shtëpinë e tina flet turqisht, po ashtu edhe në shumë herë në prononcime të tij zyrtare si presidenti i Iranit, pra që kur u bë presidenti i Iranit, flet turqisht dhe kjo besoj që mund të ketë edhe një ndikim krejt ndryshe, kurse ne pa vetëm thjesht nga ana e Ankaras, pra me të duhet kuptuar që Turqia ka një agjendë diplomatike ku në fakt kjo lë shumë për të dëshiruar në të gjithë rajonin nga ana pozitive, sepse është i vetmi shtet që në luftën e dytë botërore nuk ka hyrë pra din të luaj diplomaci, edhe pse shumë herë gjatë viteve gjërat bëhen më agresive qoftë me Iranin apo edhe me Rusinë, apo edhe me Greqinë, apo edhe me shtetet tjera, por gjithsesi diplomacia pra kali më i fortë i Ankaras është diplomacia, vetëm dhe vetëm nëse nuk cënohet sovraniteti dhe territori i Republikës së Turqisë është diplomacia, por nëse mund të cënohet një pjesë e Turqisë apo ashtu pastaj Turqia që ka treguar veten në Kipër apo dhe në vendet e tjera, atëherë nuk pyet domethënë askën tjetër dhe është vërtet që diplomacia mund ta lanë në një anë, por përqenien aktuale në rajonin që tashmë është i gjithë rajonin në flak prej tashmë 4 viteve ku lufta pushtimi i Rusisë në Ukrainë, po ashtu edhe genocidet më barbare që janë bërë në Gaza nga Izraeli, në Liban dhe në vendet e Siri dhe në vendet e tjera. Turqia ka ndjekur rolin diplomacibërës, ka ftuar dhe po bën të pamundurin që të ftojnë të gjithë në tavolinë që problem të zgjidhet me diplomaci, dhe ka qenë, si mund të themi, e paanshme, jo, por ka qenë dhe është ndoshta edhe fundi i fillimit të NATO-s në rajon, e cila është shumë e rëndësishme jo vetëm për NATO-n, për sigurinë e anëtarëve të NATO-s, por edhe për sigurinë e shteteve të Europës të Bashkimit Evropian. A ka arritur Turqia të ketë nivelin e gatishmërisë ushtarake apo mbrojtjen ajrore pas këtij episodi? Në fakt jo pas këtij episodi, por Turqia ka qenë e gatshme sepse siç dihet ka pas probleme në detin e Zit, nga dronet, nga avionet rus, nga minat në detin e Zi, po ashtu edhe problemet në Siri që dihet shumë mirë, domethënë lufta gjatë kohës së Bashar al-Assadit, por edhe bombardimet e Izraelit, i cili kishte synim që të ishte 3 pjesë Siria, por paktën deri tani është ende një pjesë, edhe pse qeveria qendrore e Damaskut nuk e di për të dëshiruar se sa është funksionare në të gjithë Republikën e Sirisë, por gjithsesi Turqia ka qenë e gatshme dhe sidomos prononcimet zyrtare të presidencës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes, po ashtu edhe të Ministrit të Jashtëm, thonë që direkt në orët që ka filluar lufta, pra operacioni i Izraelit dhe i Amerikës, Turqia të gjitha ushtria, pra detare ajrore dhe kremësore janë gatishmërinë të duhur, pra në gatishmërinë më të lartë, dhe pas incidentit të djeshëm nuk kemi pasur asnjë lëvizje sa do të vogël që të shtohet një plus pra kësaj gatishmërie. Nëse tensionet në lidhjen e mesme do të vazhdojnë të përshkallëzohen, sa i rrezikuar është territori turk për të kthyer në një front të ri konflikti? Kjo duket e pamundshme, sepse siç e thamë edhe pak më parë që Turqia është anëtare e NATO-s para. E dyta, Turqia dhe nga ana ushtarake nuk është thjesht një anëtare e NATO-s, për shembull si Shqipëria që kemi NATO tani në mbron, por të dekadat e fundit dhe sidomos dekadën e fundit prodhimtaria 100% turk, domethënë prodhimtaria e mbrojtjes dhe në mbrojtje, por edhe në vëshmërinë e industrisë mbrojtjes ka një eturi të papare e cila ka marrë meritat lavdratat nga shumë autoritetet të këtyre
punëve ku bëhet fjalë për dronë me armë dhe pa armë, të cilat kanë vërtetuar efikasitetin dhe suksesin e lartë të kësaj industrie në shumë vende, për shembull siç është Karabaku i Azerbajxhanit, pra problemi që ishte i pushtuar nga Armenia, një pjesë e Azerbajxhanit, atë u limor pas 30 sa vite, po ashtu edhe në Ukrainë kjo ka treguar sukses shumë të madh prodhimtaria e armëve turke, po ashtu në shumë vende të Afrikës dhe në lindjen të mesme. Në fakt kemi parë që e cila Turqia tregon që është e fortë në këtë aspekt, nuk duket që mund të ketë një problem me Turqinë, edhe pse për shembull në mediat ndërkombëtare flitet që po tashmë ka rradhën Turqia joja pas Iranit, pra Izraelit dhe sulmojnë Turqinë. Këta janë më shumë për politika dhe konsumet e mbrëmshme, sepse Turqia një është anëtare e NATO-s, e dyta NATO-ja është në fuqi, pra NATO-ja është duke u zgjeruar dhe jo duke u ngushtuar, pra është alianca më e fortë e të gjithë kohrave të historisë së njerëzimit, ku biles zgjerimi i saj pritet që në samitin e radhës të bëhet në Turqi, apo maksimumi deri në samitin e vitit të ardhshëm të bëhet në Tiranë, në Shqipërinë tonë të zgjerohet edhe me Kosovën. Pra një aleancë kaq e gjerë dhe një shtet i kësaj aleance ku dihet që Turqia është ushtria e dytë më e fortë në NATO, të ketë probleme territoriale që duket e pa mundshme dhe e pa logjikshme të paktën për këtë temë që vjen, por kaosi domethënë rreth Turqisë nuk është vetëm i sotëm, pra nuk është vetëm 6 ditë, por ka edhe prej dekadash më radhë. Turqia ka qenë skaj i fundit i NATO-s, pra domethënë ka qenë perëndimi, ka qenë lindja e perëndimit dhe perëndimi i lindjes diku gjatë gjithë luftës së ftohtë, pra ka qenë kufiri i NATO-s në kundra domethënë në skajet e botës së komunizmit dhe e cila ka arritur të mbijetojë dhe të forcohet dita ditës. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu mirupafshim.